Ish-presidenti i Shteteve të Bashkuara Bill Clinton i siguroi sot udhëheqësit dhe qytetarët e Kosovës për vazhdimin e mbështetjes amerikane për Kosovën. Presidenti Clinton u prit sot nga mira njerëz në Prishtinë në ceremoninë e përurimit të shtatores së tij në njërin nga rrugët kryesore të kryeqytetit. Presidenti Clinton bëri thirrje për tejkalimin e dallimeve dhe ndërtimin e një të ardhmeje më të mirë për gjithë qytetarët e Kosovës. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Besim Abazi. Ish-presidenti amerikan Bill Clinton u zëtua sot të mbështes Kosovën gjatë tërë jetës së tij, duke bërë thirrje për tejkalimin e dallimeve dhe ndërtimin e të ardhmit të përbashkët për të gjithë qytetarët e Kosovës. Ai u përshëndet nga mira qytetarët e Kosovës që për orë të tëra pritën e të ftohtë çastin e përurimit të shtatores së ngritur në sheshin që marrë emrin e ish-presidentit Clinton në njërin nga rrugët kryesore të Prishtinës. I never expected that anywhere someone would make such a big statue of me. Os kam pritur se do një vend do të bëj dikush një statuj aq të madhe për mua. And I want to assure you Dhe dua t'ju siguroj that President Obama, Secretary of State Hillary Clinton, and the entire American people are with you today, and they will be with you into the future as you build a better tomorrow. Unë dua t'ju siguroj që presidenti Obama, sekretaria Clinton dhe i gjithë populli amerikan do të jetë me ju tani dhe për të ardhmen tuaj. Gjatë një fjalimi në parlamentin e vendit, presidenti Clinton bëri thirrje për punë të përbashkët të gjithëve në Kosovë për një të ardhmen më të mirë. Ai nxiti deputetët punojnë për faljen dhe tejkalimin e pasojave të dhunës së të kaluarës. The whole test of the modern world is whether we will decide our common humanity is more important. Tërësprova për botën bashkëore është nëse do të vendosim që njerëzimi është më i rëndësishëm se sa dallimet tona, tha presidenti Clinton, duke kujtuar të kaluarën jo të largët të Kosovës. Ai tha se vendi duhet të jetë kënar për atë që ka arritur gjatë këtyre viteve, duke ngritur institucionet demokratike dhe duke ndërmarrë hapa për të bërë të qartë se jo toleranca që do bëjë shumë njerëz nga shtëpitë e tyre, jo fortmoti, nuk do të ketë vend në Kosovën e re. I can only urge you to continue to improve and expand these efforts. Unë mund t'ju nxis juve që të vazhdoni të përmirësoni dhe zgjeroni përpjekjet për të siguruar se serbët dhe pakicë të tjera janë të integruara dhe të mbrojtura dhe të kuptoni se keni nevojë për njëri tjetrin. Vizita e sotme e presidenti Clinton është e para që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës. Ai shfaqi bindjen se më shumë njohje për Kosovën do të ndodhin së shpejti dhe vendi do të jetë pjesë e familjes euroatlantike. Për Zërin e Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.